Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Klik Plus, fanelës së ndarë dysh të zonjës Gjaka, gjysma e saj me Zvicrën dhe gjysma me kombëtaren shqiptare, që përshkroi mediat botërore bashkë me storjet e shumta për vëllezrit Gjakan, nëse i shtojmë edhe flamurin gjerman, do të ishte një pasqyrim i lidhshmërisë kombëtare të shqiptarëve me Euro 2016. Por nuk është i vogël numri që tifon kombëtare e lidhin ekskluzivisht me përfaqësuesen e Shqipërisë, madje duke hedhur ofendime dhe akuzat më të rënda, përfshi edhe tradhtin për futbollistët që përfaqësojnë shtetin zvicran. Jo më pak zjarr në opinion, ndezin prot dhe kontrat mes dy përfaqësueseve apo një kombëtareje pas pranimit të Kosovës në UEFA dhe debati për vendimin e yjeve shqiptare të futbollit në këtë dilemë. Çka paraqet Euro 2016 për shqiptarët, krenar për Shqipërinë apo për shqiptarët? A është kjo fusha e promovimit më popullor të vlerave tona në nivel evropian dhe botror aktualisht? Debatojmë me 4 të ftuarit e mi sonte në studio. Zotrit, ju them që s'kam pas kaq emocion as kur kam folur me politikan dhe me lider këtu në studio. Nuk e di a është emocioni kombëtares apo është emocioni i asaj që si femër duhet jeme dobët në fushën e sportit. Atëherë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhi, do të filloj nga ana e djathtë, profesor doktor Bujar Saiti, prodekan në fakultetin pedagogjik, kineziolog, ligjeron bazat dhe metodikën e arsimit fizik. Bujar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Kam kënaqësinë të kem në studio, në fakt sonte kam kënaqësinë që të 4 zotrit janë për herë të parë në Klik Plus. Pranë ti është Bardyl Zaimi, publicist, opinionist. Bardyl, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, faleminderit. Nga ana tjetër janë ata të sportit, është Artim Shaqiri, një nga emrat më të zëshëm të futbollit këtu në Maqedoni, më saktësisht një shqiptar, ish pjesëtar i kombëtares Maqedonisë. Artim, mirë se vjen. Faleminderit. Dhe Mahir Thaçin, besoj që e njihni të gjithë, është gazetar shumë vjeçar i sportit, njohës i kësaj fushe, gazetar i Alsatit, po në redaksinë e sportit. Atëherë, me që pranuat ftesën që t'jeni në një debat për sportin, supozoj se jeni të gjithë tifoz të sportit, pse nuk jeni në Francë? Bujar? Obligimet e përditshme të mbajnë në shtëpi. Ajo është kryesorja, e dyta nga televizioni shifren të gjitha inësirat, shumë më mirë se sa nga një pik atje lartë në stadiumi, por euforia e ban të veten në stadium, si do qoftë nuk është zgjidhje, por është nevoj. Nevoj, okej. Bardyl, pse si e në Francë? Tash arsye ka të shumta, atë themi kështu, arsye ekonomike, do shta edhe të angazhimet e punës e kështu me radhë. Më thonë, janë disa arsye të cilat ma kam pëmundësuar, dhe më thonë... Por ju edhe mund kuptohet se si në Francë, po për anën e majtë është pak e çuditshme, Artim, si ndodhë që një futbolist i kategorisë tënde tjetë në Maqedoni dhe mos jetë në Francë gjatë kampionatit. Nuk do të thotë se është kampionati duke u zhvilluar edhe unë nuk jam atje, jam këtu, por mund ndodhe që bëhesha gati që nesër të nisem për ndeshje me Francën, për shkaqe objektive, tash unë mungova nuk shkova ndeshjen e parë, por disa herë ndek kënaqësi kur jam në qetësi e shoh ndeshjen, sepse unë duhet ta shoh ndeshjen edhe pak më tepër të studioj ndeshjen si është. Kur je me tifozët, nuk është ajo që don ta shohësh ndeshjen ose të kënaqesh me tifozllëk. Do thonë, është krejt tjetër nga ajo që ti je prezant në fushë edhe në televizion. Në ekran. Mahir, ti me siguri din më së miri sa tifoz janë atje dhe pse ti nuk je një nga ata? Sigurisht, nuk do thotë që nëse jam këtu fizikisht, nuk jam me shpirt atje në Francë. Unë me shpirt jam në Francë, tifo për kombëtaren shqiptare, një arritje historike është, gjithë jemi shqiptartë në Francë me kombëtaren shqiptare. Nëse nuk jemi fizikisht, do t'japim përkrahje pjesë morale. Pjesa angazhimeve natyrisht duhet të përqendrohemi këtu, puna e bën të vetën, por nuk ishte dhënë ndonjë rast ashtu që të shkoj, do të shkoja me një herë, do të nisesha. Për të parë, për të përjetuar natyrisht ato emocionet që sjell pjesa e të qenit në një moment historik për kombëtarën shqiptare, por edhe në përgjithësi për futbollin shqiptar. Është e bukur që po jetojmë këtë histori me kombëtaren e Shqipërisë. Mahir, filloj nga ti, çfarë parashikon për nesër? Si do të kaloj loja? Pyetja është për të gjithë, kuptohet. Unë jam optimist vazhdimisht për kombëtaren shqiptare, them prej momentit të parë, arritja në Francë është një sukses jashtëzakonshëm
për futbolin shqiptar në përgjithësi, për gjithë shqiptarët që jetojnë anë mba në botë. Kombëtarja e tregoi fytyrën e vet, angazhimin e vet të plot kundër Zvicrës, një ndeshje e humbur, të themi pa fat, mirë po shpresoj se djelmoshët ato që treguan nëse vazhdojnë të tregojnë, të dëshmojnë edhe ndeshjen tjetër, pse jo, të kemi rezultat pozitiv kundër Francës. Do të isha shumë i lumtur të jetë 1-1 ose bara 0-0, po më i lumtur do të isha me 1-0 për Shqipëri. Faleminderit. Artim? Jo, nuk them ajo, po është tash të mbarumet nuk kanë për bisedojsh për kombëtaren edhe për rezultatet, sepse asi nuk ka besu se kombëtarja do të mbrije në këtë finale atje. Shumë pak ka qenë të tillë, të cilët kanë thënë që kemi mundësi, mund të bëjmë, por vetë investimet të cilët federata shqiptarët kanë bëmë për futbollin shqiptar që të arrijnë deri këtë finale, investimet, mundi, sakrificat bën që të mbrijnë deri këtu. Më thonë, është pika parë është që shqiptarët prezantohen në mënyrë perfekte, në mënyrë, nuk e di, nuk mund të përshkruhet se mënyrat se cilët prezantojmë, por vetë fakti edhe ndeshje me Zvicrën, të cilët një grup tifozësh, mos them tifozësh sepse ato janë shqiptarët të cilët numër i madh, tregun se si bëhet tifo për popullin e vet, për kombin e vet. Edhe ato kishin besim se me Zvicrën do t'ja dalin, edhe unë isha i bindur se nuk do t'a humbim atë ndeshje, por futbolli është i tillë kur disa herë kur mendon se je i sigurt që del një barazim do ta qesin, një rezultat pozitiv, del edhe hupja. Do të thonë edhe hupja është për sportistët, edhe duhet pranohet ashtu si është. Them për këtë arsye sepse nesër është një përballje shumë e fortë, një kombëtare shumë e fortë, një pretendent për titullin Franca. Them që nuk do të dorëzohemi. Edhe unë kam besim ke këto djemë sepse ato kanë ardhur deri aty, edhe do t'i përkrahin, do t'i mbështesim, edhe unë kam besim që nuk do t'a hupim ndeshjen nesër. Mas tham një barazim që i kemi, jo të sigur se të sigur s'ka kur gjë, por me ndeshjen të cilën e bën me 10 futbollistë kundër Zvicrës, besoj se do t'ja dalin në nesër edhe me 1-0 një fitore mjafton. Faleminderit. Bujar Bardyl, për çka duhet të përgatitet opinioni nesër? Shkurt, pritshmëritë e mia për nesër janë se do të shoh një ndeshje të mrekullueshme. Nesër vazhdon lapsi të shkruan atë që filloi historinë e futbollit kolektiv shqiptar. Çdo minutë dhe çdo sekond i kaluar në fushën e Gjelbërt në Francë është një dhuratë plus e merituar e kombëtares, edhe të futbollit apo lojrave kolektive në instancat të cilët ka ardhur kombëtarja momentalisht, u shkruajt në momentin kur i kaloi kualifikimet Shqipëria. Me hapin që hyri në Europianin 2016 për në Francë, u shkruajt alfa e parë për futbollin shqiptar, do them në aspektin kolektiv si kombëtare. Arritje e paparë. Gjithçka ma tutje është një mirë se ardhur. Gjithçka ma pak përsëri mbetet mburja se shkuam, fëmijun e regjistruam në shkollë, fillon të shkon. Normalisht do të na pret shkolla fillore, shkolla e mesme, fakulteti, mund edhe të kthejmë ndonjë vit shkollor me aftësitë të cilët i kemi dhe talentet, por nesër do të jetë një pa marrë parasysh rezultatit, një ndeshje mrekullueshme, dhe unë të gjithë i ftoj që ta shohin me atë këndvështrim, me një pasion, me një emocion, edhe të shohin futboll. E aty do t'i shohin të gjitha vlerat e kombëtarës. Faleminderit. Bardyl. Parafrasisht do më thonë, përkojmë me mendimet këtë rast, për shkak se janë realisht, do më thonë, do të flasëm me realizëm, janë di trajektore të futbollit, do më thonë, do vinë shpreje, do më thonë, nesër, një trajektore që ka Franca, do më thonë, një ekip e konsoliduar, me tradit e kështu me radhë, dhe kombëtarja shqiptare, e cila sigurisht ka një trajektore tjetër, pak ma modeste se sa e Francës. Megjithatë, do më thonë, tek francezët, në këtë rast, do më thonë, tek kombëtarja franceze, është ai imperativi, do më thonë, përpara
publiku të vetë, domethënë që gjithsesi domethënë të fitoj, që në një farë mënyrë domethënë në fushën e gjelbër në këtë rast është Artimi me siguri më mirë e dinë, është handicap. Ndërka që futbollistët e kombëtarës shqiptare, sigurisht që atë që tha edhe profesori, domethënë është kulminacioni i arritjes vetë pjesëmarrja domethënë në këtë kompeticion evropian dhe sigurisht domethënë do të jenë shumë të relaksuar domethënë në këtë rast në raport me ekipin e Francës, kështu që pres domethënë nesër pres që sigurisht kombëtarja shqiptare t'i ketë studiuar mirë domethënë ato zbrastira gjatë lojës së mëparshme dhe realisht domethënë të ketë studiuar mirë normalisht edhe lojën e paraprake të ekipit francez dhe të krijojë një strategji domethënë që në mënyrë domethënë shumë më kreative, më të denjë domethënë t'i kundërvjet ekipit të kombëtarës së Francës. Megjithatë prapë themi, domethënë, ky është një sukses i jashtëzakonshëm domethënë i kombëtarës shqiptare dhe çdo rezultat ne duhet jemi të përgatitur domethënë për çfarëdo rezultati edhe për humbje, megjithëse në ndërdijen tonë domethënë asesi nuk mund ta pranojmë domethënë humbjet. Unë shpresoj në barazim. Domethënë shpresoj në një barazim për shkak se ka kualitete kombëtarja shqiptare, domethënë për të arritur një barazim të denjë në këtë sfidë me kombëtarën francez. Unë do të them vetëm diçka të shtoj se tash bisedojmë për kombëtarën shqiptare, për Francën. Do të them që duke i parë edhe ndeshjet e kaluara të Francës, të cilët kanë luajtur në Francë, sidomos në to finale që janë që Franca gjithnjë në rundat e para ndeshjet kualifikuese ka luajtur shumë dobët. Edhe prandaj them që Shqipëria mund t'ia dalë nesër, se është më e relaksuar, edhe pse për herë të parë paraqitet në një turne të tillë, edhe tash me ato që pjesëmarrja e vetme tregon aftësitë e veta të cilët i ka, si outsider që është në këtë kampionat, mund të bën befasi. Ne pam më herët Greqia, e cila ishte outsider në kampionatin evropian, edhe doli fitues. Danimarka erë si zëvendësues i Jugosllavisë, edhe fitun në kampionatin evropian. Kështu që tash nuk them që Shqipëria e fiton, po pse jo? Pse jo? Do të thonë gjithë duhet kemi besim, po duhet me këmbë në tokë, mos fluturojmë, mos mendojmë se pse tash nuk u bë ajo. Siç thatë se spari do të jemi të lumtur, do të jemi kënaqur që ato morën pjesë në atë turne. Do të thonë shqiptarët janë pjesëmarrës të këtij turneu. Edhe ajo shkruhet në histori. Me shkronjë të arta, të shkruhet në histori që do mbesi duhet të vazhdohet kjo. Mos mendoj se tash neve morëm pjesë edhe tash mbesim këtu. Atëherë s'kemi bërë kur gjë. Unë parapëlqen, dëshiroj, jo si replik kështu, më tepër si plotësim. Do më thonë, ato e përmendet Greqinë, sigurisht edhe Danimarkën, përveç lojës e futbollit, mendoj se në disa raste ka edhe një misteriositet dhe një magji tjetër që bën që ekipët, do më thonë, që ta tekalojnë vetën. Unë mendoj, shpresoj që nesër edhe kombëtarja shqiptare, do më thonë, ta tekalojnë vetën dhe të arrijë një rezultat cilin gjithë ne e dëshirojmë këtë rast, do më thonë, sigurisht fituarën ndaj ekipit francez. Me gjithë respektin për dëshirën tonë të madhe, që Shqipëria një ditë dhe të doktoroj, nëse mund përdor fjalorin e profesor Bujarit. Profesor, e kërkove fjalën besoj që mban mend se ku deshe të plotësosh Artimin, por unë pas asaj do desha edhe opinionin tënd lidhur me atë se duke njohur mentalitetin shqiptar, a do dim ne të vlerësojmë këtë që po flitet sot në studio, që arritja është pikërisht kualifikimi i kombëtares, apo nga dëshprimi do të fillojmë të jemi kritik si gjithmonë duke shar një nga një lojtarët e kësaj kombëtare? Kjo do të ndërlidhet me pyetjen plotësuese të juajën. Unë vetëm desha të them, të sqaroj njëherë edhe njëherë se çfarë thash. Ndiqeni nesër ndeshjen. Do të jetë një ndeshje fantastike. Nëse kemi një Francë shumë të fortë dhe një Shqipëri shumë të dobët, a mund të ketë ndeshje të mirë? Më kuptoni?
Mos e harrojmë vitin 1992, kur kombëtarja shqiptare lunte me Francën e Michel Platinit. Hupën vetëm 1-0, 92-shën. Në fjalit të cilët i thash një Shqipëri e kultivuar, e evoluar si pjesëmarrëse më në kampionatin. Po hyri në kampionatin, ajo është e barabartë. Të gjitha sfidat, të cilët ishin selektuese për ata se kush do të hyjnë atje lart, tash atje nuk do të dihet. Në rast se më lejohet të them, kjo do të jetë si Liga e Anglisë, kur i pari me të fundin luan, edhe asnjëherë nuk dihet se kush mund të fiton. Janë aq të barabartë. Eksperienca, mund të jetë faktor. Emocionet, sepse Franca flas jo nga pikpamja time, por si e marrin njerëzit se tash ne jemi Shqipëria, ajo është Franca, s'ka lidhje. Por se luhet në Francë, se Franca është gjigant, e Shqipëria nuk është gjigant, por herë të parë hyn aty, por unë ndryshe e shoh. E shoh se nesër do të jetë fantastike ndeshja, prandaj thash pa marr parasysh rezultatin, nuk ceka as fitim, as humbje, as barazim. Një ndeshje të dy rivaleve të denjtë, të cilët kanë arrit deri te kualifikimet. 1-0 1992-shën, sot asgjë nuk është çudi. Edhe Franca të hupën, edhe Shqipëria të hupën. Tifozeria, mendoj, cili fëmijë për prindin e vet është i keq apo i betshëm apo nuk e di çfarë. Është më i bukur i çdo herë, kupton? Por opinioni është kritik. Natyrisht, Është i prirë për të kritikuar. Ne jemi, të themi, një popull interesant. Kur kemi sukses, jemi në eufori. Kur ka rezultate të dobta, secili prej neve bëhet një analist i dytë. Edhe fillon të flet, ky gabon këtu, ky gabon atje, këtu e ka gabim Bebjazi. Po them, ajo pika qendrore e kombëtarës shqiptare dhe suksesit dhe arritjes në kampionatin evropian është pikërisht e zgjedhja e federatës 5 vite më përpara. Nuk është suksesi sot për sot. 5 vite më përpara kur kanë zgjedh Bebjazit si trajner dhe kanë dhënë detyrë që të zgjedh futbollist që luajnë në Evropë. Nuk kemi nevojë të i zgjedhim prej Shqipërisë, po të i zgjedhim më të mirët që luajnë jashtë, do të reprezentojnë, kanë pasaport shqiptare dhe do të jenë pjesë e një gjenerate e cila do të evoluojë, do të zhvillohet. Për 4 vite, për 5 vite Bebjazi ka arritur të bëjë një mozaik larë, i cili jep sukseset në fushë, në teren, në rezultate. Ndeshja e nesërme kundër Francës, sa do që tjetë emocionuese për futbollistët, sa do që tjetë emocionuese edhe për ne, që e përcjellëm atë sfidë, dëshirojmë të gjithë të jetë fitore për kombëtarën e Shqipërisë. Mirë po, mos harrojmë se 5 minutat e para ndeshjes, edhe Artimi është këtu, çdo ndeshje ka emocione. Çdo futbollist, pa marrë parasysh se çfarë eksperiencë ka. Ndoshta i ka edhe 300 ndeshje të zhvilluar. 5 minutat e para janë emocionuese. Dridhëse, këmbët dridhen për të secili futbollist, besoj që edhe ajo është ajo arsye pse e humbën atë sfidën me Zvicrën. Humbja me Zvicrën, thash e pash nga televizioni dhe ndiqe shumë më mirë se sa në live, sepse nuk ke momentet të cilat donë të shoheshe, t'i ktheshe dhe ta ndjekish prapë se si u bë, ku u bë. Mendimi im është që ishte ndeshje e parë në turne, edhe pse ato duheshte të lirohen më tepër nga presionit të cilët veç shqiptarët shtypi e imponoshin se ne jemi këtu, ne mund ta fitojmë Zvicrën. Është gabim ajo. Më thonë, luhet kundër vllaut vetë shqiptar. Jo, sport jo sport. Unë do të luaj ndeshjen edhe kundër vllaut. Hupi nëse është më i mirë, po nuk dorëzojmë deri në fund. Domethënë, njëjtën gjë e bën edhe Shqipëria. Me 10 lojtarë, po luti deri në fund, nuk u dorëzu. Domethënë, ajo është e bukur e futbollit. S'krejate, edhe nesër me Francën. E njëjta gjë do të ndodhe. Po të hupish hupin, jepja dorën se është më i mirë. Franca është ajo. Ato futbollistë kushtojnë me 100 miliona euro në pazarin e sotshëm. Nëse shohim vlerësimin, një futbollist është 100 milion. Po, 360 milion euro është ekipi francez, kurse Shqipëria është diku ke 60 milion është e vlerësuar. Vetë presioni ja hupin ndeshjen ose vullnetit të cilën duke i thënë që ne mund ta fitojmë Zvicrën, nga dëshira e madhe ndodhi edhe gabimi i cili nuk doheshte të bëhet. Nuk mund t'i thuash asnjë se ti e boni, Berisha e boni, sepse nëse e thoni Berishës, atëherë do të themi që lojtari i cili e kishte për detyrë ta mbrojë sulmuesin, gaboi. Prandaj këtu bëhet fjalë për 11 lojtarë, janë grup të cilët gabun të gjithë. Humbi rastet, humbi, është futboll.
Prandaj është një Ne vetë marrin kolektiv. terrenin. Mahir? Ne do të flasim pak më shumë për sport, natyrisht është edhe tema në atë aspekt dhe më shumë do të konkurrojmë me Artimin. Jam dakord për atë pjesën e emocioneve dhe gabimeve në fushë, në terren, mund të ndodhe se cilë futbolist, po unë frikëzohem për asaj pjesës tjetër, jo në terren, ja në tribuna. Jemi dëshmitar që shohim përleqet e ndryshme të tifozëve, ja shkaku i tifozërisë ruse kundër asaj angleze, mos ndodh e njëjta gjë atje ku do të zhvillohet edhe ndeshja në Marseille, për shkak se vetëm do të na prish imazhin. Deri më tani është krejt okay me Deri më tani me një ndeshje jemi në rregull. Jemi perfekt në atë pjesën e tifozërisë kur shohim pamje të ndryshme, tifozët të Zvicrës edhe të Shqipërisë janë me një tavolinë, anojmë për secili për kombëtarën e vet, nuk kemi telashe, nuk kemi probleme me policinë, por nuk kemi edhe telashe mes tifozërisë, që është shumë me rëndësi. Një imazh që jep një bilet për edhe kampionatet e tjera. Mardelli? Përsëri dëshiroj domethënë që ta plotësoj këtë që thanë Altini dhe Mahiri. Realisht domethënë atë që tha Altini nuk mund të gjykojmë domethënë një lojtar për shkak një gabimi, për shkak se ai gabim mund të ndodhë edhe Messit, edhe Ronaldos, edhe domethënë futbollistëve që janë format dhe kalibër shumë më i madh, domethënë. Megjithatë domethënë përgjithsisht vlerësohet domethënë tek loja e futbollit, vlerësohet loja ekipore dhe vetmojimi dhe sakrifica domethënë gjatë minutave kur luhet loja. Dhe kjo Shqipëria domethënë ndeshjen realisht me Zvicrën e tregoi domethënë se ka një shpirt luftarak dhe ka një shpirt domethënë që e dëshiron fitore. Tash janë çështje momentesh brenda fushës ato të cilët e vendosin domethënë fitoren e njërës apo tjetrës ekip. Dhe kur jemi tek tifozeria, sigurisht domethënë ne gjithë kemi pa domethënë ato imazhe, ato pamje të cilët vinë nga Franca, kanë qenë pamje të mrekullueshme, domethënë kanë qenë një afirmim, një promovim i asaj që është shqiptare domethënë mes Francës dhe normalisht domethënë në gjithë globin, për shkak se futbolli është një ndër sportet më të popularizuara. Domethënë jo se ne domethënë dëshirojmë me këtë të bëhemi me ngjemdhej domethënë në një farë mënyre, por megjithatë domethënë vërtet ka qenë një tifozëri domethënë shumë e denjë. Këtë kanë thënë edhe sigurisht Mahiri e ka parasysh edhe Altimi edhe profesori, që e ka thënë edhe shumë mediume domethënë të huaja, domethënë mediume gjermane, zvicrane e kështu me radhë, domethënë që gjithçka ka qenë korrekte me tifozërinë shqiptare. Dëshiroj vetëm edhe një moment ta theksoj, me atë që përmende ti Anita, domethënë se çfarë mund pritet zhgënjim të shqiptarëve. Domethënë, nëse nisim nga temperamenti i shqiptarëve, domethënë e thotë dhe Konica, shqiptarët i kanë ëndrat e mëdha, por edhe zhgënjimet i kanë të mëdha. Unë e shpresoj se edhe tifozëria, edhe opinioni përgjithsisht shqiptar, domethënë, tashmë ka një pjekuri, domethënë, edhe në fushën e sportit, që t'i pranojë domethënë gjërat ashtu siç janë. Domethënë me një realizëm, domethënë pa shumë romantizëm në kokë, domethënë pa shumë stërzmadhime, domethënë qoftë edhe humbjen, domethënë ta pranojë pa ato zhgënjime të cilat realisht domethënë vëre. Fundja domethënë secili lojtar i cili është luan domethënë në Francë, sigurisht që dëshiron fitoren më tepër se gjithë ne, domethënë. Megjithatë janë shumë ato që thash më parë, domethënë janë shumë momente, shumë rrethana domethënë të cilat e bëjnë domethënë që një fitore domethënë t'i takojë një ekip. Unë shpresoj që shqiptar pavarësisht rezultatit. E tha edhe profesori, e tham gjithë ne domethënë këtu, se fitoria më e madhe e kombëtarëve shqiptarë është që tashmë është pjesë e këtij kompeticioni të madh evropian. Domethënë ku vinë shprehje domethënë ekipe të cilat kanë një kualitet të jashtëzakonshëm, për shkak se ka qenë garë paraprake. Dhe kjo duhet na gëzojë gjithë neve, tash çdo rezultat i cili do të jetë pozitiv për Shqipërinë, domethënë do të jetë diçka më tepër se sa ky gëzim që e kemi domethënë përhershëm konstant më për kombëtarët shqiptarë. Mahir? Unë vetëm të plotësoj Bardhinit që kjo është një sukses se cilën e kemi ëndruar gjithë. Duke filluar futbollin në Federatës Futbollistike të Shqipërisë prej fillimit deri më sot, është një ëndër e cilën është realizuar me këtë
me këtë gjërat. Një ëndër të cilën e kështë sublimu, ka arritur, por edhe nesër çfarë do rezultati që të vjen, do të ishte i mirë sa edhe për kombëtarën shqiptare, e cila realisht thonë nuk ka se çka të humbas. Prej ndeshje në ndeshje vetëm forcohet, merret eksperiencën e cila është e nevojshme në skenën ndërkombëtare për zhvillimin e një kombëtares në çdo aspekt. Pjesa tjetër që është mjaft interesante, Franca nesër nuk guxon të humbas. Them pse? Pse thjesht e ka një ndeshje të fituar 3 pikë dhe do të jetë sfida tjetër me Zvicrën, e cila është mjaft e vështirë si një kundërshtar i papërshtatshëm ndoshta edhe për Zvicrën, edhe pse ka shënuar fitore. Por duke parë atë surinë e kombëtares franceze edhe shqiptare, 2 ndeshjet e fundit kemi një fitore dhe një barazim. Pikërisht në stadiumin e tyre, barazim. Shpresoj që do të vazhdojmë me këtë barazim dhe ndoshta të afrohemi fitores. Normalisht ta harrojmë barazimin, sepse ishte një barazim vetëm, kurse kjo është shumë më rëndësi. Profesor, a janë në fakt çfarë peshe kanë këta futbollistë përfaqësuesit tonë në kombëtare, se kjo Euro 2016 sikur te i kaloi atë sferën sportive, sa na përket neve si kombë. Gjithë kjo vëmendje mediatike ndaj shtetit shqiptar, çfarë peshe ushton këtyre djemve? Pesha është shumë e madhe. Kur luan për kombëtaren, dihet se cila është pesha, do të ta reprezentosh më faqebar sa që mundesh. E dyta është pesha individuale që të arsyeton besimin e selektorit. E dyta, edhe gjithë bota, më së pakti Evropa, e shikon lojën e tyre. Sa më kualitet janë në fush, aq lavërdi kanë edhe vetë në jetën profesionale edhe në angazhimin e tyre të matutjeshëm. Ashtu që ajo një sfidë e përbashkët në rast se dahet në 2 pjesë, mund të them se nga to 2 anët është një peshë pozitive të tregimit qoftë personal, qoftë kolektiv. Kolektiv është për kombin, personal gjithashtu për kombin, por personal apo individual është për ti edhe më tutje treguar kvalitetet e tyre që nesër normalisht prej asaj edhe ata jetojnë sepse duhet të avansohen në profesionin e tyre. A e dini se jeta e futbollistit profesional është e shkurtër në aspektin e futbollit, pastaj vazhdon edhe jeta e rëndom normale. Por në këtë aspekt mendoj se është kështu, se nuk jam të them të drejtën njeriu i duhur që mund të ban analizën e lojës edhe të kombëtares, sidomos me kolegët të cilët jemi këtu, të cilët drejt për drejt kanë qenë futbollistë, janë analistë. Unë ma tepër, por besoj se në pjesën e dytë do të bisedohet është se edhe emisioni filloi ashtu si ne e percepojmë lojën e shqiptarit në evropianin. Pikërisht, kjo është pyetja ime e radhës. Kombëtarja është bebza jonë, mirë po ne kemi edhe 7 të tjerë mahirat, ja po? Unë besoj se askush përfaqësues shqiptar në kombëtaren gjermane dhe zvicrane, po. Unë besoj se askush në këtë studio nuk mund të ketë fjalë të keqe. Kritika po, por çdo kritik, qoftë edhe negative, është pozitive në atë që thotë përkrahje e kombëtares. Por çështja edhe kritikat nuk mbarojnë asnjëherë. Asnjëherë, por filozofia në të cilën duhet të ndalemi është si percepohet nga shqiptaria loja e shqiptarëve në Europianin, se dilni qarshis, ajo bisedohet. Pikërisht, atë dua ta debatojmë edhe nesër. Gjerdan Shaqiri, Xhaka, nuk e di kush, andej këndej, edhe shumë mirë e cekët në fillim. Në fillim pakës kërkoj falje, ashtu e kuptova, të bëjmë analizën e lojës me Francën edhe me... Sportistët na sunduan sonte. Por filozofia e kësaj, kjo është kampionati shqiptarëve, se ka më tepër shqiptarë. Të meta tona fillojnë këtu. Edhe këto të meta janë sepse ne miremi me pasojat. Edhe kjo është një pasojë, kjo është një momentum, është një situatë. Sa edhe të jetë e lavërdishme, është edhe tragjike. Nëse duam ne në të ardhmen që mos i kemi këto pasoja, duhet të kthehemi dhe të miremi me arsyet. Çka është arsyeja që pru situatën sot, prandaj të them, për dikën është heroj, ai që nuk luan për kombëtaren, por luan për ndonjë kombëtare tjetër, për reprezentacion të them, për dikën është tradhtar. Po i gjetëm arsyet, prej sot e tutje ato arsye në rast se nuk i përsërisim, nuk do t'i kemi pasojat në të ardhmen. E arsyet cilat janë?
edhe në lidhje me këtë mund të debatojmë se për mua, çdo shqiptar që luan në kampionatin evropian 2016 është hero personali im. Të gjithë mund të quhen edhe hero kolektiv. Se në rasti vëreni kur luajnë ata për klubet e tyre, në çdo gol të shënuar, ata i përdorin duart për simbolin e kombëtares. Kurse pse dhe si luajnë për ndonjë reprezentacion tjetër, për kombëtare tjetër, ku i keni Taulantin dhe Granitin, ata dy vllazën. Njëri për Zvicrën, tjetri për Shqipërinë, e tash njëri është shqiptar, tjetri nuk është. Por duhet të kthehemi vetëm një gjëje që them të kthehemi tek arsyet dhe nuk do ta zgjas, do të përdori pastaj kohën që të bisedojmë. Desha vetëm ta hudhi topin e nxehtë apo gështenjën e nxehtë në mes që të bisedohet për atë se aty mendoj se do të kemi mendime të ndryshme. Këto janë tema shumë gjata që nuk kanë mbarim. S'ka fund kjo. Mund të bisedohet me ditë, me net, edhe nuk mund ta gjesh prap ku është pika kryesore pse ndodhin ato. Unë kam një përgjigje. Përgjigje, secili mendon në anën profesionale, domethënë si tifoz komunikojmë, bëjmë analiza, folim, pse këtë, pse atë, po pse nuk e pyetni, pse nuk keni në trunin e futbollistit, në trunin e lojtarit, në kokën e atij, se si mendon ai? Artim, unë besoj ti e prononcuar edhe më herët, por me që është rasti, edhe më heri është gati të të pyes, pse ti luajte për përfaqësuesen e Maqedonisë dhe jo atë të Shqipërisë? Sepse asnjëherë nuk kam pas thirrje nga kombëtarë shqiptare. Një. Mundet? Ku zhvillove? Ku fillove me futboll? Në Struk? Luajte në Struk? Po. U rritë në Struk? Po. Luajte në Maqedoni? Po. Luajte për Maqedoninë. Do të ishte do një situatë tjetër të thotë, ok, luajte me ju, nuk arrita askund, tani do t'ju tradhtoj, do t'dale dhe do t'luaj për një kombëtare. Ta themi. Unë flas në këtë mënyrë. Pak nga sociologjia, pak nga filozofia, por shumë nga kineziologjia. Që ta kuptojnë çka është sporti. Unë ju garantoj, pyetni njerëzit se çka është sporti, në rast se 1% ju japin përgjigje të definicionit çka është sporti, unë do ta la profesionin. Të gjithë miren me sport, askush nuk e determinon etimologjinë se çka është sporti. Nga sociologjia, kultura është mënyrë e jetesës. Të gjitha, doket, zakonet, traditat, ata krijojnë një kulturë. Kultura ka 3 segmente: kuptimet, zakonet dhe objektet. Ajo krijon një kulturë shoqërore. Kultura fizike ka 5 terme. Kultura fizike do të thotë është gjithçka hyn në kineziologjinë, është shkenca për lëvizjet. Është kultura fizike, edukata fizike, sporti është i treti, rekreacioni dhe kineziterapia. Po i pyete njerëzit çfarë është sporti, do thonë futbolli. Futbolli nuk është sport. Futbolli është lojë sportive. Kurse lojrat në kineziologjinë, do thotë se ka lojra matematikore, ka lojra të ndryshme, ndahen në 2. Lojra krijuese për grupin parashkollor, ku e përdorin fantazinë e tyre fëmijët, dhe lojra pedagogjike, të cilat ndahen në elementare dhe lojra sportive. Lojrat elementare kanë rregulla, por vetë ai që i organizon mund t'i modifikon. Kurse lojrat sportive rrjedhin nga lojrat elementare, edhe ata kanë rregulla ndërkombëtare, edhe prandaj futbolli është lojë sportive e cila rrjedh nga lojrat elementare. E tani, shumë bukur. T'ja fillojmë kësaj. Çka është kultura fizike? Si e para. Kultura fizike është pjesë e kulturës shoqërore. Ajo është bazë e të gjithë procesit të edukimit fizik, do të thotë me që përfshin rezultate praktike edhe teorike të edukimit fizik, për krijimin e mjeteve qoftë materiale dhe morale që të realizohen të gjitha ato të paraparat apo detyrat e edukimit fizik. Do të thotë pjesë e kulturës shoqërore. Pastaj vjen edukata fizike, e cila është proces i organizuar për zhvillimin e gjithanshëm të njerëzit, me shprehi dhe shkathësi lëvizore, me cilësi të larta fizike, morale. Edhe e treta vjen sporti, që është pjesë e kulturës fizike, e cila ka nevojë për përgatitje të posaçme, sistematike, tekniko-taktike, me një planifikim dhe organizim të posaçëm. Ku jemi ne në kulturën shoqërore, duhet ta shohim.
A kemi kulturën fizike në kulturën shoqërore? Bujar, nëse këta djemë do të rriteshin në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedonia, do të kishin këto rezultate? Janë rritur, edhe nuk janë as gundi. Janë po harxuar si qiri pa me ba A dritë. janë rritur të tjerë, do të thuash? Të tjerë të cilët nuk i kemi. Nuk i kemi. Dëshiroj të ndërhiq këtu Arit. Dhe më thonë, pikërisht dhe më thonë, kjo qasje në basë ndoshta pak shkollore, por me gjithë dhe dobishme për këtë rast, dhe më thonë e sqaron dhe më thonë pikërisht ato që nuk kupton sport, që nuk kupton dhe më thonë në kulturë fizike, kështu bera. Me gjithë dhe kur janë në pjeqë dhe më thonë dyzimet me shqiptarve në receptimin e pjestarve, dhe më thonë, lojtarve të kombëtarës shqiptare dhe lojtarve të cilët luajnë, dhe më thonë, për reprezentacionet tjera, si që është rasti, sidomos për rastit e shqiptarve që luajnë në reprezentacionin e Zvicrës, vinë shpreje, dhe më thonë, në teori tjera. Janë teoritë identitare dhe teoritë shtetërore, dhe më thonë, të cilët vinë në shpreje. Ne dim gjithë, dhe më thonë, se ki ekip, dhe më thonë, kjo kombëtare, e cila luan sot në Francë, dhe më thonë, nuk i takon vetëm Shqipërisë. Atë e thatë edhe ju shumë bukur, dhe më thonë, fillim dhe më thonë, pjesë e kësaj kombëtare jemi gjithë ne. Dhe më thonë, gjithë shqiptarët anë e kanë dhe më thonë, botës ku janë. Dhe kështu, dhe më thonë, kjo kombëtare nuk mund të identifikohet vetëm me shtetë, por identifikohet, dhe më thonë, me kombi si një tërsi, si një kujtesë historike, dhe më thonë, që e kemi ne shqiptarët. Duket ndoshta pak paradoksale, por me gjithë ato edhe në futboll, dhe më thonë, marrën pjesë pikërisht edhe këto imazhe të cilët vinë nga e kaluara. Dhe pikërisht, dhe më thonë, këto konceptime dhe manipulimi me nocionet patriot tradhtar vin pikërisht, dhe më thonë, nga pikërisht shkaku i këtyre imazheve të cilët janë në kokën e njerëzve. Për ato e thash, dhe më thonë, ne duhet realisht, dhe më thonë, duhet të ushqejmë dhe të kultivojmë në këtë rast, dhe më thonë, një koncept shumë më modern për futbollistin si profesionist. Dhe atëherë duhet të kemi qarta gjëra. Për shkak se një të kohë do ta shohim edhe si shqiptar, por një të kohë do ta shohim edhe si profesionist. Për shkak se ne nuk mund t'ja marrim drejtën atij, domethënë ne gjithë ne tjerët, që ai futbollisti i cili luan për një reprezentacion tjetër, domethënë ta quajmë në mënyrë nonshallante, ta quajmë se ai është tradhtar. Por kundrazi, edhe ai është një shqiptar i cili luan mbron xhirat e një reprezentacioni tjetër. Edhe ajo është profesionist, njësoj profesionist si shqiptari i cili luan për kombëtarën shqiptare. Dhe neve na gëzon fakti, domethënë që ne më duket se janë 30 ditë në këtë kampionat, edhe me Mustafin, më thënë, kemi personalisht tash flas. Unë i konsideroj gjithë shqiptar dhe me gjithë krenor. Normalisht si kombëtare, kam dëshirë të fitoj kombëtarja shqiptare. Megjithatë, po të njëjtet emocione ndaj kur luan edhe Zvicra. Për shkak se janë 7 shqiptar në kombëtarën e Zvicrës. Tash nuk mund të përjashtojmë ne ato. Tash është ajo lidhja, ajo kujtesa identitare, ajo kujtesa historike. Domethënë që neve na krijon emocion, na krijon lidhje, domethënë, është lidhje gjaku, është lidhje kulture, është lidhje historike është. Pastaj, ka edhe një problem tjetër. Domethënë, pikërisht kjo si më thonë, diskrepancë e lojtarëve të cilët gjenden në shumë hapësira, domethënë. Po nuk është faj i atyre lojtarëve të cilët kanë qenë ose do të jenë në të ardhmen. Por është domethënë është një problem është problem historike. Për shkak se fatkeqësisht domethënë tash mos him në ato teoritë historike, po megjithatë domethënë realisht kanë ndodhur incidente historike dhe ne jemi këtu ku jemi. Ky është realiteti. Edhe tash çfarë bën? Edhe është shqiptar edhe ai i Shqipërisë, por është shqiptar edhe i Maqedonisë, por është shqiptar edhe i Kosovës, edhe i Preshevës. Janë këto realitete, domethënë duhet dallohet ajo që është shqiptar për nga kultura, për nga identiteti, për nga kujtesa historike dhe shqiptar për nga profesionit të cilin e ushtron në këtë rast domethënë profesioni i futbollit. Dhe atëherë do të kemi shumë qartë këta dhe nuk do të manipulojmë, nuk do të abuzojmë në fakt me nocionet domethënë tradhtar, patriot e kështu me radhë. Po do t'i pranojmë në atë rol të cilin e ka secili lojtar në këtë kampionat evropian. Për mua të 30 lojtarët të cilët janë në Francë janë shqiptarë.
Okej, duhet të bëjmë një pushim të shkurtër, edhe pse edhe Mahir dhe Bojari kanë kërkuar fjalën për të vazhduar me debatin lidhur me tifozërinë tonë etnike, a duhet jetë ekskluzivisht e përqendruar në kombëtaren e Shqipërisë, apo heronjë tanë duhet jenë edhe djemtë shqiptarë që luajnë me Zvicrën dhe Shkodran Mustafi i Gjermanisë. Kthehemi sërish në studio pas pak. Kthehemi në studio, debatojmë për Euro 2016, më saktësisht për shqiptarët në këtë turne, në këtë kampionat futbolli. Në studio kemi Artim Shaqirin, Mahir Thaqin, Bujar Saitin dhe Bardyr Zaimin. Hapëm atë pjesën më të nxehtë të debatit edhe publik, jo vetëm atij të sonte në studio, lidhur me atë se a janë tradhtar apo heronj të shqiptarëve futbollistët e Zvicrës. Mahir, të kërkove replik. Unë desha pak të ndërlidhem edhe me atë mendimin e Bardyrit, plotësisht përkrah idenë që me të vërtet duhet lihen në anësh ato perceptimet se të etiketohen futbollistët pse nuk luajnë për kombëtaren shqiptare, nëse nuk luajnë atëherë ti je tradhtar. Kemi edhe një kombëtare tjetër që zhvillohet, që është e njohur tani ndërkombëtarisht në FIFA dhe UEFA, Kosova. Gjithë ato futbollistë që nuk kanë pasur ndoshta mundësi të luajnë në kombëtaren shqiptare, ja ku e kanë Kosovën. Mund të bashkangjiten. A duhet fuqizohet kombëtarja kosovare me më të mirët e kombit në futboll, apo duhet akoma të ketë Shqipëria primatin? Kombëtarja e Shqipërisë, kombëtarja shqiptare i përfaqëson gjithë shqiptarët. Kurse kjo e Kosovës, më thonë, ajo është nuk e di se sa mund të shkojnë futbollistë shqiptarë të Maqedonisë të luajnë për Kosovën ose ato të Shqipërisë për Kosovën. Kurse kjo ka që është kombëtarja shqiptare, ka qenë me kohë, nuk është e re tash. Edhe pse jemi për herë të parë në kampionatin evropian, nuk do të thotë se ne jemi të ri. Histori ka Shqipëria. Shqiptarët janë të Maqedonisë, Kosovës, nuk e di ku, krejt luajnë për kombëtaren shqiptare. Në kampionatin evropian luajnë 32, ka pas mundësi të luajnë edhe 2-3 tjerë shqiptar, për Belgjikën, për Zvicrën, për nuk e di si një shtet tjetër që luajnë shqiptar, të jemi edhe më shumë. Por fati është që të jenë vetëm 32, na përfaqësojnë shqiptarë, domethënë kombëtarja shqiptare është e gjithë shqiptarëve. Artim, ama nëse ka mundësi tani të zhvillohet kombëtarja e Kosovës, nëse ata kanë futbollistë kanë qenë përfaqësuesës së Zvicrës, tani kanë mundësi edhe del të hapur, pse mos luajnë edhe për kombëtarin e Kosovës? Pse mos zhvillohet edhe kombëtarja e Kosovës njësoj që si është zhvilluar kombëtarja shqiptare? Edhe ajo ka traditën e vet, por edhe kjo ka historikun e vet. Është një shtet i ri i cili duhet të zhvillohet. Futbollisht, unë nuk kisha thënë që në anë të sportit jihet më shumë. Ti marrish lojtarët të cilët luajnë kombëtaren shqiptare ose kombëtaren e Zvicrës ose të Gjermanisë, ti kthesh në Kosovë. E çka bëhet me futbollistë të tjerë që janë në Kosovë, ato talentet e ri që dalin sipërfaqe, çka do t'i djegim ato? Vazhdimisht kjo dilemë të cilën e shtrojnë gjithë. Ku duhet luaj futboll? Ajo është çështje e fundit, zgjedhje personale. Nëse bëjmë një zgjedhje, duhet luaj atje, nëse kam kushtet, nëse i plotësoj kushtet për të luajtur për kombëtaren e Kosovës, do të luaj. Nëse nuk i plotësoj kushtet, ato nuk më thrasin më. Mos harroni se janë rregullat e UEFA-s që nuk ke drejt lysh. Ku duhesh edhe sa herë duhesh ti. Je përcaktuar një herë. Mirë, po tash kanë drejt. Nëse ka pasaportën e Kosovës mund të luajë. Po nëse e ka, po. Nëse ka dëshirë. E shifni se të shkathët janë këtë të sportit, na e morën topin. Na larguan. Na larguan, okej. Të vazhdojmë simbas aksionit të tyre, do të flasim për Kosovën, për përfaqësuesen e Kosovës, sepse kishte edhe një debat të tillë, a duhet ta emërojmë si kombëtare apo vetëm si përfaqësuese, për shkak se për shqiptarët kombëtare si nocion kombëtare duhet jetë vetëm ajo e Shqipërisë. Bujar. Endoza dritën nuk duhet të ndërhyjë në fjalë, prandaj shpresoj që kur do t'ja kemi dritën. Kur e shikojmë Evropianin, kur del atje shkruan Albania. Nuk thunë the Albanians are playing against France. Nuk janë shqiptarët luajnë, Shqipëria luajnë. Po të na thojshin Albanians, atë vetëm ta përfundoj. Do thotë dëshirat tona dhe atë që neve si pasqyre e kemi, me realitetin janë dy të ndryshme dhe shumë bukur u parashtrua kur tha Kosova. Kosova do të ketë kombëtare. E tani njëra është, tjetra nuk është jo. E dyta, unë prej këtu filloj. Se kjo është sindromi, do ta them pak më vonë, më falni, askush ne këta të rinë nuk na i kidnapoj, se neve i trajtojmë si dikush na i vjodh,
E tani ata janë adaptu atje dhe nuk dun të na kthehen. Jo të nderuar, ata i murën kur askush nuk kishte sy e vesh këtu, i kultivuan, investuan, i rritën, i qitën në pak, e ne tash prodhimin gati e kërkojmë mbrapa që ta zbukurojmë kuqezin. Ne, prandaj thash, kemi shumë të tillë të cilët u dogjën si qiri, edhe nuk u dha mundësia të dalin në sipërfaqe, si sindromi Nën Terezës. Rrugëtimin e këtynve të rive askush nuk e ka ndjek, as që ka pyet, derisa nuk u ban kampion. Nën Terezën, kur u largu prej Shkupit, askush nuk e pyeti. Ku shkoja? Shkoj në Irland. Pse ishte në Irland? Kur prej në Irland shkoj në Kalkut, në çfarë kushte, ande kënde askush. Kur u bën Nën Terezë ajo që u bë mbar botërore, të gjithë duan ta përveçsojnë. Edhe këto të rinë kanë të njëjtën. Prej këtu do ta them, a e dini, shumë mirë e dini. Ja, Patriotja e madhe me 2 kampionate botërore, 3 kampionate europiane, Majlinda Kelmendi. Çfarë ndodhen me atë talent, me atë kampione? Askush, vetëm familjarët e pritën në aeroport kur erdh. Po ta mirë të dikush edhe ta ban atë kampione botnore, ne me njërë do të thoshe, pse nuk vjen tash të na i zbukurosh në ngjyrat. Enveri Drizi, çka bani? Fitoj në Kroacin për Kroacin, e ushqyën, e trajnun, e ban, e nxori flamurin kombëtar, normalisht e përjashtun, u kthy në Shqipëri, u hub karriera e tij. Krejtësisht. Unë pajtohem në këtë, se kombëtarja e Kosovës, kombëtarja e Shqipërisë dhe shqiptarët kudo që janë, në mënyrën ne hynëm, krijojmë fillimin, ne mentalitetin, kulturën shoqërore duhet ta zhvillojmë. Keni re, popull apo komb i retardum nuk ekziston. Komb apo popull i paaft nuk ekziston. Çdo qenie e gjallë njerëzore që lindet në formatin e një kombi dhe populli ka një potencial. Ai potencial përdoret si energji potenciale edhe për ta krijuar rrymën elektrike, por ajo shndërrohet pastaj në rrymë në energji kinetike, e cila kur bie flatrave të turbinës krijohet tash në mekanik dhe impakës në energji mekanike, ajo në elektrike, dhe e kemi dritën apo energjinë termike. Potenciali te ne si popull, si komp ekziston. Kush është ai që do ta kultivon atë? Edhe kur arritëm, shumë bukur tha, para 5 vjetëve Debiazi tha, do të misillni të gjithë ata, cilat frutat e gatshëm të misillni tani. Kur të fillon, jo vetëm pak, mirëni nga prej këtu prej atje. Kosova, hyri, Kosova duhet t'i përvesh krahët, që prandaj tash te arsyet, që mos kemi pasoja të tilla, prej sot kemi voglusha 7 vjeçar në për shkollat e futbollit. Ti jape kushtet, kulturën fizike ta shtin në kulturën shoqërore, ora edukatës fizike mos zavencohet me tjerat land, se po u zavencu aty, zavencohet edhe në rrugë. Në mentalitetin tonë, vend se në çajtore njerëzit të dalin të miren me aktivitete fizike. Kur në mentalitetin tonë do të hynë sporti, atëherë do të meriton me faktin që hynë në të gjitha instancat e federatat e ndryshme të sportit, atëherë do të fillon të kultivon farën e vetë që mundet edhe pastaj ta çet jashtë, që u tregua me të gjithë shqiptarët që luajnë mbar botës se ne potencialin dhe kualitetin e kemi, na mungon këtu shtet dhe qeveri të cilët do të investojnë në mos zhdukjen e talenteve të cilët ekzistojnë në trojet tona. Mahir? Po, mendoj që shumë qartë e the atë pjesën bujar, pjesën e fundit, më shumë e pëlqej, për shkak se bas çdo suksesi duhet qëndron ose federata sportive, ose ministria, ose fundit shtetit. Zhvillimin e sportit në Kosovë është një temë që të tregon, duhet shumë bisedohet dhe debatohet këtu. Mirë, kur jemi te futbolli, është një shtet i cili është duke u zhvillu. Nuk ka infrastrukturë, e dim ato. Stadiumet janë përkërkund. Duhet të investohet prej fillimit, do shta dhe prej minus, themi, në ato investimet e mëdhaja. Stadiumet nuk kemi ku të zhvillojmë. Tani është eliminatorët fillojnë. Në shtator duhet të zhvillohet sfida e parë në Elbasan Arena, për shkak se nuk është pranuar, nuk i plotëson kushtet e UEFA-s dhe FIFA-s. Këto janë ato problemet të cilët ne flasim për kombëtarën edhe futbollistët. Unë respektoj. Më lejon vetëm do të mbrij aty. Unë respektoj çdo futbollist shqiptar, pa më parasysh ku luan. Ai është një ambasador i popullit ton. Dhe nëse ka gjetur mjedisin ku duhet zhvillohet edhe ku duhet dal pak
ta njeh rrethi i vet, shoqëria e vet, ajo është virtyt e tij. Me atë ne duhet krenohemi. Dhe ajo e kemi një ambasador mjaft të mirë. Për këto djelmoshe që luajnë për Zvicrën, unë prej fillimit kam qenë strikt në ato mendimet e mia në çdo opinion. Kom thënë, ne të vazhdojnë djelmoshat, mos ndjen atë pjeshën se luajnë për Zvicrën, nuk duhet japë maksimumin. Zvicra ka qenë ajo që i ka ushqy, ajo që i ka dhënë shtëpi, ajo që i ka dhënë kulm, ajo që i ka i rritur dhe ajo që i ka kultivuar të arrin deri tash, deri këtu. Kombëtarja e Zvicrës moshët e reja ka besoni që Zvicra ka shumë futbollistë tjerë që janë zvicran, që janë prej pesëve tjera, po i ka zgjedhur mes tyre më të mirëve shqiptarja. Domethënë dominojnë. Moshët e reja ka shumë shqiptarë që Ajo është vetëm një virtyt e popullit tonë, që kemi ne talent, po janë të shpërndarë. Pa më parasysh, do të vinë ato në atë pjesën e vetë. Talenti të neve mbetet vetëm talent sepse nuk punohet. Gjëja e parë që dësha të them, të përmendi, infrastrukturat nuk është. Në Kosovë nuk kemi. Mos e bëjmë fjalë në Maqedoni se dim se sa ka. Kosovë, pas ju pranu tash, edhe fillon që të zhvillohet diçka. Në Shqipëri, vitet e fundit kanë fillu, kanë ndërtu, kanë rregullu, edhe dole rezultate. Kurse të gjithë këto futbollistë të cilët sot përfaqësojnë kombëtare shqiptare, ata janë krejt shkolla zvicrane. Ato janë shqiptarë, gjak shqiptari. Kanë marrë mentalitet europian. Absolutisht, pa. Edhe ajo është rezultati i parë. Gjë e parë që do të bëhet në Kosovë, infrastruktura, do të shkollohen trajnerë, që dinë si cilën me talentet e ri, që t'i zhvillojnë ato mos mbesin talent. Se talenti nëse nuk punon me i futbolist, me i talent, a i mbete vetëm talent edhe kur gjës del për ti. Të vjen moshe 17 veçare, edhe a i thot, humbët. Talent. Deri ku? Deri 17 edhe... Artim këtu duhet të ndërhyjë të struktura, falë vërdit, vetëm edhe kjo e fundit do tjetë, sigurisht, në atë pjesën e ndikimit në infrastrukturë, pa mbështetjen e qeverisë Kosovës, themi po futbollin Kosovës, asnjëherë nuk do të zhvillohet futbolli atje. Shihni një Hungari, ju dasht 1 vjet e gjys, 2, ka investuar rreth, hajde themi një shifër të madhe, 10 milion euro për të zhvilluar, për të ndërtuar ato stadiumet dhe shihni është pjesë e kampionatit evropian. Dhe Maqedonia pse mos ke 8 shqiptar në reprezentacionin e Maqedonisë? Nuk, ave në tjetë edhe 20 të tjerë shqiptarë. Nëse nuk kemi kvalitet, nuk bëjmë asgjë. Për kualitetin. Ajo është folim. Ato kanë kualitet për shkak se kanë kualitetin e tyre e cilët inkorporohen në kombëtarën e Zvicrës. Kanë kualitet edhe inkorporohen në kombëtarën e Gjermanisë. Nuk është rastësisht se Shkodran Mustafi nuk ka pasur kualitet dhe Maqedonia ka harruar atë futbollist. Por ashtu ka qenë historia e tij që nuk ka arritur këtu të dëshmohet, po ka arritur të dëshmohet dikun tjetër. Edhe ato kanë pranuar. Mardin? Tash mendoj përsëri do ta hodhi pak një dimension tjetër, domethënë, po parafrasisht domethënë aty do të rri, domethënë tek pajtuam plotësisht domethënë ma që thatë për punën e infrastrukturës e kështu me radhë. Domethënë pa ato predispozita, absolutisht nuk mund të pretendosh të kesh të kultivosh futboll apo të kesh kualitete, domethënë edhe atyre futbollistëve shqiptarë, domethënë të përfaqësuesve së Zvicrës, sigurisht që pikërisht ato kushte të mira, domethënë kanë mundsuar që ata të jenë luajtarë të atij kalibri. Megjithatë në këtë rast domethënë ne kemi një katapultim domethënë të Shqipërisë në kampionatin evropian, me gjithë ato vështirësitë e trajektorën domethënë që e ka ndjekur domethënë këtë rast gjatë garimit dhe ne gjithë shqiptarët tash jemi sy të kemi domethënë ka Franca ka ky moment domethënë i reprezentimit domethënë që e bën kombëtarja shqiptare. Këtë rast domethënë është një prania e kombëtarës në Francë nuk është vetëm hajde ta them kështu, nuk është vetëm prani futbollistike, prani sportive, po është edhe prani simbolike. Për shkak se ne tashmë e dim domethënë atë trajektorën e historisë shqiptarëve, domethënë ato nënshkrimet që janë bërë domethënë me shekuj, me vite kështu me radhë, dhe këtë rast domethënë tash manifestohet një vlerë tjetër domethënë tek shqiptarët, dhe shqiptarët këtë rast duan ta theksojnë, ta potencojnë këtë vlerë. T'u thonë botës domethënë se edhe ne jemi si ju, gjithë ju të tjerë, domethënë t'i thonë Evropës se ne jemi pjesë e juaj. Kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi pjesë e juaj. Pikërisht ky sistem vleras që nuk lidhet vetëm me futbollin, por lidhet edhe me një si themi me një diapazon shumë më të gjerë, domethënë vlerash tjera, shqiptarët dëshirojnë ta
ta sipërfaqësojnë në këtë kampionatin evropian. A është e drejtë kjo? Nuk e di sa është e drejtë. A e tha Altimi në fillim, domethënë kjo ka gjasa domethënë që ta dëmtoj ato që është profesional, atë qetësinë, atë urtësinë, atë profesionalizmin që u duhet lojtarëve në lojë, domethënë dhe mund të reflektohet domethënë si një ngulfatje ndaj tyre, po ja që shqiptarët e kanë të nevojshme domethënë këtë ekspozim, këtë vetë afirmim domethënë të këtyre vlerave domethënë në këtë kampionat. Dhe ki identifikim nuk është vetëm i Shqipërisë, e thash domethënë më herët, por është i gjithë shqiptarëve. E tha edhe Altimi domethënë tash për tash domethënë Kosova njerë është me një fazë tjetër, domethënë nuk mund të ketë atë identifikim që e ka kombëtarja e Shqipërisë. Ndoshta në të ardhmen mund të krijohet një kombëtare e fuqishme dhe ne të kemi një sensibilitet krejtësisht tjetër edhe ndaj kombëtarës së Kosovës, por këtë rast domethënë kur të fuqizohet. Po, absolutisht. Derisa është e dobët. Po. Kush thotë që është e dobët? Dhe i prekën domethënë me lojtarë të ri bën suksese, bën rezultate. E tash edhe tek kthimi i lojtarëve tash më tepër dhe them kështu si profan këtë rast. Nëse një lojtar është i kalibrit të lartë, e kupton. Normalisht nuk mund të kthehet me një futboll i cili është në një stad shumë më të ulët. Për shkak se nuk patriotizmit as shkaku e asgjë, domethënë kthehet, domethënë është me një nivel tepër të lartë, domethënë të kualitetit dhe tash kthehet, domethënë luhet me një turnet mahallës. Me një turnet të mahallës, ta duhet jemi realistë, pikërisht domethënë këto janë ato probleme të cilat na shfaqen këtë rast. Mirë, futbollistët mund të zgjedhin kudo. Ajo është vetëm nëse kanë drejt. Dhe opinioni ka të drejtë ti kritikoj apo të vlerësoj? Opinioni ka të drejtë ti kritikon. Opinioni ka gjitha të drejtë ti kritikon edhe ti thotë ato fjalë lëvërdije kur të bën punë të mirë. Okej, këtu do të bëjmë edhe një pushim shumë të shkurtër me reklama dhe do të kthehemi në 10 minutshin e fundit të ndeshjes së sonte. Kthehemi në debat, flasim për shqiptarët në Euro 2016, nga një popull 7-8 milionësh, mbi 30 futbollistë në këtë kampionat të rëndësishëm, një vëmendje si asnjëherë më parë e mediave botërore pikërisht për pjesëtarët e kombit tonë për kombëtaren dhe futbollistët e tjerë, kuptohet me një tekst të veçantë mbi familjen Gjaka për dy vëllezër që luajnë në dy kombëtare të ndryshme. Me 4 zotërit sonte në studio, shtjelluam disa tema që prekin aktualisht sportin shqiptar. Fjallën, kemi edhe 10 minuta deri në fund, do të filloj nga ti Bujar. Përsëri do të mundohem shkurt. Majiri tha, s'ka kushte, s'ka infrastruktur, unë do të kthehem në mentalitetin, në kulturën, në mënyrën e jetesës, e cila kultura karakterizohet me kuptimet, zakonet dhe objektet. Ashtu, kemi para për gjithë shka. Prej xhamijave deri te nuk e di çfarë. Po patëm mentalitetin sportiv, do të investojmë në fusha sporti. Një, në këtë kontekst, Brazili është një prej shteteve më të varfura të Amerikës Latine. A e dini cili është sporti më i vizituar në Brazil, edhe më i shikuar? Seriozisht. Volejbolli, garantë. Volejbolli. Sigurisht. A e dini pse? Të gjithë do thunë, profesori nuk është tamam. Pse? Është futbolli. Jo, futbolli është religion. Futbolli është religion. Kurse prej sporteve, volejbolli është më i shikuari dhe më i vizituari. Kur ne do të flasim, edhe do ta përfundoj me këtë, në kontekstin se si të gjithë i pasqyrojnë kombëtarët, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Kosovës, unë e them edhe të Maqedonisë, se nuk mungojnë shqiptarë këtu të talentuar, që ala nuk i kemi zbulu, çka do të bëjnë këto kombëtare kur të moshohen, të plaken dhe të pensionohen të gjithë shqiptarët që na i kultivon perëndimi? Unë qëllimin e kam se duhet të fillojmë prej sot t'i kultivojmë, të rritë, që me të drejtën që e fitojmë, i kemi edhe detyrimet. Nuk mjafton të fitojsh të drejtën të hysh në federatat e ndryshme, por detyrimi është ti të kryojsh gjenerata që të kryojsh kombëtare, ajo ti marish prej jashtë ata të cilët kanë hik prej të ti, e dikush i ka zhvilluar dhe ti përsëri ti kthesh. Kjo është në pika të shkurta në rast se mundesh ata sublimoj. Faleminderit, Ardhyl. Do të ndalëm në di momente. Do të thonë momenti i parë është tek mungesa e kushteve kështu më radhë, do të thonë që i përmendëm këtu. Do të thonë realisht, do të thonë gjithë ajo vjen si pasojë, do të thonë ne e dim se çdo fushë, në çdo lëmi, do të thonë kultivohet gjërat i kultivon institucioni.
Domethënë i kultivojnë domethënë politikat e shnoshe, kështu me radhë. Nëse ne i kemi stadiumet domethënë me gropa, realisht domethënë edhe politikën e kemi me gropa në këtë rast. Domethënë nuk duhet ta themi edhe këtë domethënë haptazi, domethënë për shkak se edhe është politika ajo e cila domethënë krijon suazën e domosdoshme, të nevojshme domethënë për të pasur institucione të shëndosha dhe për të pasur domethënë infrastrukturë të domosdoshme për të kultivuar në një lëmi, për të kultivuar domethënë talent në një lëmi të caktuar. Në këtë rast domethënë të futbollit domethënë krijohen stadiume të mira, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe këtu në Maqedoni, që realisht domethënë atë që thot profesori, domethënë që të kultivohen futbollistë domethënë të këtushëm, jo ato që domethënë kultivohen në shtete tjera. Kjo është momenti i parë. Momenti i dytë domethënë, megjithatë prap do të hudhem domethënë tek kampionati evropian. Është një moment tjetër. Jashtë këtyre problemeve që i kemi domethënë, këtyre gropave infrastrukturore dhe politike që i kemi. Është një manifestim i vlerave domethënë të mbrojtshme. Dhe pikërisht këtë e lexova me një gazetë zvicerane që përkthyer domethënë një miku im një shkrim. Domethënë parafrazisht do ta parafrazoj tash. Thotë nuk ishte ndeshje miqësore, por ishte ndeshje e miqësisë, ku domethënë respektohen gjithë ato vlerat domethënë që bartin futbollistët si profesionistë. Jo vetëm futbollistët shqiptar, po edhe futbollistët zviceran në këtë rast. Për shkak se shumica e futbollistëve shqiptar luajnë në Zvicër. Domethënë, kjo është ajo, në këtë rast domethënë pikërisht kjo është ajo bukuria të cilën shqiptarët e manifestojnë në kampionatin evropian. Qoftë si lojë, qoftë si profesionist, qoftë si tifozeri. Sidomos si profesionist. Pavarësisht domethënë humbjes që pësoi kombëtarja shqiptare, megjithatë domethënë ishte një lojë tepër korrekte, edhe pse ishte shumë paradoksale, domethënë që të luajë vllau kundër vllau, domethënë tamam ndodhen si në ato mitët antike. Domethënë megjithatë arritën domethënë që profesionalisht domethënë që të qëndrojnë domethënë atij ekuilibri sportiv, fair play të cilën detyrimisht duhet ta ketë loja e sportit. E zgjata pak si tepër, më falni po. Faleminderit. Mahir, goditja jote e lirë? Goditja ime e lirë. Do të jetë gol 100%. Zhvillimin e sportit nuk duhet të ndërpritet, edhe zhvillimin e futbollistëve. Nëse futbollin tonë Maqedoni ka gisht politika, e cila ka mbërthyer gjitha sportet, shpresoj që në të ardhmen të largoj ato kthetrat e veta dhe të lejoj të zhvillohet sporti, që ndoshta pas 4 viteve do të jemi kampionat tjetër evropian, të shohim sa më shumë shqiptarë, jo 30, po të ketë pjesë të kombëtarës së Kosovës dhe natyrisht edhe Maqedonisë, ku bëjmë pjesë edhe futbollistë shqiptarë dhe të zmadhohet ai numri ambasadorëve tonë shqiptarë në kampionatet evropiane dhe kampionatet botërore. Derisa ne nuk vëdisojmë, nuk japim përparësi atyre ekspertëve të futbollit që të na udhëzojnë, na mësojnë, ta përcjellin atë eksperiencën e vet deri tek gjeneratat e reja, asnjëherë nuk do të kemi sukses. Në këtë aspekt vetëm një dilemë e cilën duhet çdo herë ta vazhdon dikush tjetër në ato mediume tjera të përcjell, përse një Artim Shaqiri i cili ka dhënë tejet goxha në ato rezultatet e arritjet e kombëtarës së Maqedonisë nuk është pjesë e Federatës Futbollistike të Maqedonisë. Këtë është dilemë të cilët duhet të përgjigjen në të ardhmen natyrisht në emisione tjera. Bujar, ke ndonjë koment? Po normalisht biseda jeme rreth kësaj rrotullohet, se kështu në rast se del çfarë kultivojmë ne këtu, që do të them në Maqedoni ose shqiptarët. Në rast se Zvicra ka 6 shqiptarë në reprezentacionin, ka 250.000 punëtor fizik, që tregon se ne në çka investojmë këtu te shqiptarët, edhe pastaj marrin ato si punëtor fizik. Po i kultivum neve këtu brenda shqiptarët në aspekte cilësore, të mirëfillta, njerëzit të cilët si menin e shpoj prej në korne, si të them, 2 ditë u bisedu edhe sot mos e marrish seriozisht, mos investosh në vlerat që ma i ke. Ajo është tragjedi, prej këtu, kjo është arsyeja. Po nuk e anulum neve, ose nuk e zgjidhim këtë
problem, pasoja çdo do të jetë e njëjta edhe do të kemi normalisht analistë të shumë të cilët do të rrotullohen edhe fitojnë para prej Okej, për ta përmbyll, Artim, në këto rrethana... Do të qalom Artimit edhe... Po, Artimit një pyetje shumë personale për të, por që ndërlidhet edhe me temën. Në këto rrethana politike dhe në këtë nivel të cilësisë së sportit në Maqedoni dhe në Shqipëri, nëse do t'ishe në mosh për të zgjedhur dhe nëse do t'kishe ftesë edhe nga Shqipëria, a do të zgjidhni kombëtare shqiptare? Në këtë moment që është kombëtare shqiptare, nuk besoj se ndonjë futbollist kishte refuzu kombëtaren. Faleminderit. Ti dëshirojmë kombëtaret shqiptare suksese. Fitore. Fitore. Të gjithë jemi për fitore. Si dëshirojmë tifozëve tifozëri dinjitoze të Dhe na të gjithë shqiptarëve që luajnë në kampionat. Shumë e rëndësishme është Ti tifozëria që edhe dëshirojmë nesër profesorit të gjithë shqiptarëve që luajnë në kampionat. të cilin e dham herën e parë. Atëherë, ju thatë që futbolli ka surpriza, të gjithë deklaratat që i lexova për lojën e nesërme, ne urojmë që surpriza të jetë e këndshme për ne, nesër vrëma, dhe më tutje në kampionat. Nuk shkon në veshin e lojtarëve të ndigjojnë se çka komentojnë tifozët, sepse ajo më keq i rëndon, po t'jenë të qetë, të relaksuar që të mendojnë vetëm për ndeshjen. Unë do të thonë që fare mos mendojnë hiç, mos mendojnë për ndeshjen, sepse ajo është ndeshje futbolli, e cila nuk luhet me emocione, nuk luhet me dëshirë, me vullnet madh, luhet me zemër, po duhet t'jepet maksimumin lojë. T'i lëm të qetësohen, të pushojnë, t'jenë gatshëm për lojën, edhe tifozët të cilët treguan se janë me të vërtetë tifoz, e kanë fest atë ditë, siç e bëjnë anglezët në kampionatin anglez, ashtu e bën edhe shqiptarët, jam me të vërtetë mos themi befasum, por i lumtur që ndodhi, i kënaqur që ndodhi ajo që një shtet i vogël, tregojmë që kemi talente, edhe dim të bëjmë tifo për kombëtaren tonë. Dim të përkrakim kombëtaren tonë, në mënyrë që gjithë bota e pa, edhe pse është kampionat evropian, gjithë bota e shqet se çka ndodh në kampionatin evropian. Edhe pse luhet Kopa Amerika atje, por prapë syri është në Europë, sepse futbolli botëror është i vendosur në Europë. Gjithë futbollistët më të mirë në botë janë në Europë. Do s'dojnë e shohin atë. Kështu që të urojmë dinjitet edhe tek tifozët, edhe tek lojtarët e kombëtarës e të gjithë lojtarët e tjerë, siç më korrigjoi profesori shqiptar, dhe edhe sportistët e tjerë, se mos jemi aq zemërngusht në fund të këtij Klik Plusi. Ne takohemi sërish nesër mbrëma në ora 22:15. Faleminderit që ishit me ne në këtë klik ndryshe.